Kjo motra pyet thot në shtatzani, a ma mirë me boj istighfar apo salavat? Pra, a me thonë astaghfirullah wa atubu ilej, apo Allahumme salli wa sallim ala Muhammed? Të dyjat motër, të dyjat. Normal ka dhe lutje tjera, po ti përderisa i ke përmend këto dyjat, po them të dyjat. E para, pra astaghfirullah wa atubu ilej, Allahu xhel përmes saj çon bre. Pra, mund ndërprej, po e vazhdoj. Fjala astaghfirullah wa atubu ilej, Allahu xhel çon bereqet përmes saj, falë vlad, edhe pasuni, rrezik e tjerë. Kur dhe salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka përmend, ka thonë, idhen tukfa hammek, kush dërgon salavat, atëherë do t'i largon brengat. Brengat të lashës, shtatzania për dikën është breng të lashë. Përmes salavateve lutë Allahun xhel që ta lehtoj këtë gjendje. Kjo nuk nënkupton që veç me rast salavate mos më shku tek mjekja, ginekologja, nëse ke komplikime dhe të lashe. Por thjesht, kjo është sebeb fetar i imanit, mjekja është sebeb shëndetësor.